Fitnesi nuk është vetëm për të rriturit, është edhe për fëmijët që kanë nevojë për lëvizje, energji dhe kujdes ndaj trupit. Për të folur për beneficionet e fitnesit tek fëmijët, në studio kemi edhe Artan Hamitin, i cili pikërisht ka hapur një qendër për zhvillimin e aftësive motorike. Apo nëse nuk jam gabim, Artan, mirë mëngjes dhe mirë se erdhe në emisionin tonë. Mirë mëngjes, mirë se ju gjeta, faleminderit për ftesën. Padyshim po, Artan, ke bërë një punë të madhe për ata më të rëndësishmit dhe që nga mosha e re ata duhet normalisht të kenë një edukat, se unë mendoj se fitnesi dhe të gjitha ushtrimet tona kanë të bëjnë me edukatën e përgjithshme që duhet të mësojmë që nga familja. Si të lindi ty ideja pikërisht për t'ju ndihmuar atyne më të vegjëlve? Po, fillimisht pak dua të tregoj për vetëm, për shkak se unë mirëm kam eksperiencë 8 vjeçare në fitnes. Jam trajner i licencuar për fitnes dhe kam parë se tashmë kohëve të fundit, këto kohërat e fundit, fëmijët vetëm miren me telefon, me internet, me këto gjëra dhe kam dashur të sjell diçka që fëmijët të kenë një kulturë, një disiplinë për veten e tyre që në moshën. Që nga moshat e hershme. Në moshat e hershme. Do lidhemi pas pak se telefoni mund të luajë rol edhe në posturën e trupit, apo? Po pastaj do i kemi këto pyetje që sa mund të ketë anë negative. Përmende se ke dashur që të fokusohesh edhe te fëmijët, po e disim se në qendrën tuaj ka hapësirë edhe për të mëdhenj. Cilat janë moshat apo nuk ka hapësirë për dallime në mosha? Po grupet për tek fëmijët janë prej moshës 3 deri në 7 vjeç, të cilët janë dame të grupet janë të moshës 3 deri në 4 vjeç dhe 5 deri në 7 vjeç. Kurse për të rriturit, moshat fillojnë prej 16 vjeç. Okej. E çfarë ndodh prej moshës 7 deri në 15 vjeç? Prej moshës 7 deri në 15 vjeç, për atë arsye është kjo se kjo qendër që është për zhvillimin e aftësive motorike, do të thotë ti zhvillon refleksat, balancin, orientimin në hapësirë, që fëmia më vonë pas moshës 7 vjeçare të jetë i aftë të përshtatet në çfarëdo lloj sporti specifik. Okej, super. Si e konceptuat këtë program? Po, këtë program, pas kërkimeve të shumta, gjetëm një qendër në Zvicër, ku ka e program në të gjithë botën. Dhe thamë që ta marrim edhe ne, dhe jemi të certifikuar si unë dhe instruktorët që punojnë me fëmijët. Do me thënë nuk është se jemi zhu një dit nga gjumi, po normalisht keni bë elemente, e keni marrë elemente edhe nga vendet ndërkombëtare, ku fëmijët do të trajnohen në mënyrën sa më perfekte edhe sa më talentuar. Pikërisht, për shkak se ajo lyp kushte dhe duhet që të ketë kujdes të veçantë për fëmijët. Për fëmijët, po. Janë në moshat e hershme. Pse ma thuaj, Artan, është aq i rëndësishëm aktiviteti fizik tek fëmijët? Që nga mosha e vogël, se nga 3 vjet nëse e dëgjova mirë, apo? Po, prej 3 vjet. Për shkak se disa fëmijë kanë ngecje në zhvillimin e tyre motorik, disa të tjerë zhvillohen edhe më herët. Kjo nëpërmjet kësaj i mundon që të bëjnë një hap më tej në zhvillimin e tyre. Këto janë edhe si beneficione normal? Patjetër, po. Të cilat ju ndihmojnë? Patjetër, si në shëndetin fizik edhe atë psiqik. Po. A ndihmon në zhvillimin e koordinimit, forcës, fleksibilitetit, se ndoshta neve edhe të mëdhenj kemi problem ndonjëherë me fleksibilitetin, jemi pak fleksibil, a është kjo si mungesë e aktiviteteve të shumta? Po, patjetër, për shkak se të gjitha këto aftësi, si fleksibiliteti, si koordinimi, si balanci, si orientimi, do me thënë ajo fusha e hapur në mendjen e një njeriu është në moshat e hershme, prej moshës 3 deri në 7 vjeç. Dhe kur në këtë moshë ushtrohesh, i zhvillon këto aftësi, e krijon një bazë për të gjitha këto, atëherë në të ardhmen e ke ma lehtë për çfarëdo lloj sporti që të që je interesuar apo kudo që e gjen njeriu veten, po. Futboll,
çfarë do lloj sporti. E përmende se si në atë trupin, si në shëndetin mendor, si në shëndetin psiqik, si ndihmon aktiviteti fizik tek shëndeti mendor, po ashtu edhe tek energjia. Se shumica thonë, për ata të cilët merren me fitness e dinë se nëse merren me fitness kanë më shumë energji. Edhe pse disave ju duket më skeptike kjo se mendojnë se fitnessi ta merr energjinë, po si luan rol për të dhënë më shumë energji tek fëmijët edhe tek shëndeti mendor, padyshim. Po, për shembull, çdo lloj aktiviteti fizik që bëhet në qendrën tonë, krijohet nëpërmjet lojrave. Nuk janë ushtrime për shkak se nuk mundet fëmijët që në moshat e hershme të janë bashkë koncentrimin në një vend. Kështu që programi është i tillë që nëpërmjet lojrave të zhvillohet e gjithë programi. Shohim ja ca fotot të cilat janë fëmijë duke lozur, duke vrapuar. U a bën edhe sa më interesante pra. Po, patjetër se për fëmijët duhet të jetë interesante që ata e hupin me njëherë koncentrimin aty dhe t'ja u ngritësh vetbesimin, motivimin që të vinë non-stop dhe të kenë pasion sa më të madh, normal. Kohëve të fundit gjeneratat e fundit kanë probleme edhe me obezitetin. E shohim, nuk janë si gjeneratat e mëhershme ku kanë pas një trup më fit, tani është më normale që nga mosha më e hershme të kenë problem me mbipeshën. Si mund të ndihmon pikërisht një aktivitet i tillë edhe në parandalimin e obezitetit dhe po edhe sëmundjeve tjera kronike, kemi fëmijë të sëmurë me bronhit dhe pikërisht këto aktivitete e ndihmojnë që sa më shumë, nëse nuk jam gabim, që t'i zhvillon mushkëritë dhe të ketë më të lehtë dhe parandalimin dhe ngritjen e imunitetit. Unë si fitness trener punoj tash e 2 vite. Dhe kam pasur edhe fëmijë që kam trajnuar individualisht. Do me thënë tek fëmijët ka sfida të ndryshme, si që i përmende bronhiti, e shumë obeziteti, e shumë problematika tjera. Mirë po, me sport ose me aktivitet fizik, çdo sëmundje nuk mund të them se mund të tejkalohet komplet, por mund të lehtësohet. Patjetër. Edhe nëpërmjet këtij programi që e kemi, nëpërmjet lojës, se aty ka non-stop vrapime e ushtrime që ato krijohen nëpërmjet lojës, po të njëjtën kohë jau humbin energjinë që të jetë sikur aktivitet fizik që ka beneficione të shumarshme. Nëpërmjet kësaj loje, zhvillimit të aktiviteteve për zhvillim të motorikës, me sa e shoh unë dhe si e shoh nga pikpamja ime, ato i bën edhe më të fortë të jenë nesër edhe të shkatët, të parët, të jenë sa më konkurrent edhe në jetën e përditshme. Patjetër, për shkak se lojat krijojnë në atë mënyrë që të krijojnë shpirt luftarak tek fëmijët dhe çdo herë të luftojnë edhe më shumë që t'jenë më të mirët si në lojë, si në jetën e përditshme. Përmendëm më herët se që nga mosha e re krijohet një disiplinë, krijohet një veti dhe krijohet një edukat për çfarëdo lloj sfere në jetën tonë, çfarëdo që dëshirojmë ata e mësojmë që nga mosha e hershme. Sa ndihmon kjo qendër, këto aktivitete të cilat ju i ofroni dhe fëmijët që i bëjnë tek ju në normalisht formimin e zakoneve të tyre të shëndetshme për jetën. A ndihmon kjo që ata nesër ta shohin jetën për të ushqyer sa më healthy, për të bërë veprime sa më healthy, të dalin sa më shpesh në natyrë, t'i dinë beneficionet e natyrës, t'i dinë beneficionet e gjitha normalisht trajnimeve, sporteve të shumta? Po, ne pasi që qendra nuk ka vetëm 2 javë që është hapur, mirë po në programin ton ne kemi menduar që më tutje të thrasim profesor ose njerëz, ligjerues të sferave të ndryshme, qoftë prej mjekësisë, qoftë për shembull fizioterapeut, që të vinë të marrin orë vetëdijsuese sikur për prindrit, edhe për fëmijët, që cilat probleme mund t'i kalojnë nëpërmjet aktivitetit fizik. Normal, ky aktivitet fizik, si çdo tjetër, krijon vetbesim, krijon një respekt për veten, që nga moshat e hershme, për shkak se ndjehesh pak më superior kur je i aftë që të kryesh çfarëdo lloj aktiviteti ose çfarëdo lloj lëvizje që në atë moshë.
që natë mosh, fix. Jemi duke biseduar shumë për këto aktivitete, ndërsa nuk e diskutuam as pak faktin sa shpesh duhet të bëhen ushtrimet e tilla, sa shpesh duhet të vihet në qendrën tuaj. Po, programi në qendrën tonë është i parapar që të vihet 3 herë. Mjaftueshëm. Është mjaftueshëm për shkak që duhet fëmijët lodhen shpejt edhe kanë edhe angazhime tjera, jo në qerë dhe jo në kurse të ndryshme, kështu që mjafton 1 orë në ditë, 3 herë në javë, e din se kanë edhe ata aktivitete, në rutinën që të mësohen që më tutje edhe të mund të shpeshtohen. Po çfarë ndodh me ata fëmijët që keni problem për t'i motivuar, sepse ka fëmijë të cilët janë pak më të llastuar dhe nuk motivohen aq shpejt, dhe si i përballoni këto sfida me fëmijët që janë më... Po, ka fëmijë që janë më të gjallë, ka fëmijë që janë më të mbyllur në vete, mirë po, në atë mënyrë janë të krijuara lojrat që të gjithë fëmijët të inkuadrohen. Ajo është edhe vetë ambienti tek qendra, është ashtu që ti tërheq fëmijët. Edhe shumicën e kohës nuk është problem i madh që fëmijët të motivohen. Të motivohen, po. Si është bashkëpunimi me prindërit? Po, tek ne është qendra e hapur. Prindërit do të thotë e kanë të lejuar që të rinë aty që të shohin se çfarë aktivitete kryen fëmijët e tyre, do me thonë çdo gjë është transparente. Edhe për shembull për fëmijët që në fillim kanë ndrojtje, prindërit rinë aty derisa të lirohen. Derisa të adaptohen, se pastaj s'u largon askush, ndoshta. Më thuaj, a ka ashtu të them, në thonjë za gabime që i bëjnë prindërit në lidhje me aktivitetet fizike të fëmijëve të tyre, sepse ka prindër që shembull thonë jo, fëmia im nuk dua ta bën kët, dua ta bën kët. Ka kështu stereotipe? Jo, nuk ka ndodhur deri tash, për shkak se të gjithë prindërit fillimisht interesojnë dhe ju tregojmë se për çfarë saktësisht është programi. Dhe nuk është që kemi rënë ndesh në lidhje me... Cilat janë këshillat që më shumë ja u jepni prindërve ju? Këshillat që më shumë ja u japim prindërve, qoftë në qendrën tonë apo ndokund tjetër, është mirë që ti dërgojnë fëmijët, qoftë në qendrën tonë ose vetëm të kenë aktivitete, për shkak se ajo do të jetë si bazë që në të ardhmen të mos një fëmijë të mos ketë vese të këqija. Të lidhemi pak te ajo parës që e tham që në fillim, se fëmijët tani vetëm me telefona dhe janë bë shumë përtac. Në përgjithësi, në gjithë botën, globalisht është një problem i cili po tangon të gjithë, dhe duke mbajtur telefonin kohën në dorë, kemi probleme dhe me posturën e trupit, me qëndrimin tonë, me mënyrën se si ulemi, mënyrën se si qëndrojmë. A ndihmon kjo qendër, pasi nuk është vetëm qendër fitness, është për qendër e zhvillimit të aktiviteteve motorike, më thuaj se sa ndihmon që t'u largon edhe atë mvarshmërinë që e kanë tani nga celularët dhe nga, do shtë edhe nga laptopat, nga kompjuterët në përgjithësi. Po, unë besoj që ndihmon goxha mirë, për shkak se edhe për atë arsye është e hapur. Mirë po, mundohemi edhe të bashkëpunojmë me prindërit që të mundohen sa më shumë... Edhe ata t'u largojnë. Ashtu, se për shembull, tek ne janë vetëm 1 orë. Dërsa 23 tjera... 23 tjera janë në shtëpi. A mendoni që ta zgjeroni në të ardhmen qendrën, ose të shtoni edhe programe tjera, pse jo? Po, në plan kemi që të shtojmë edhe për grup moshat prej 8 vjetë më lartë, po. Mirë po, edhe për zgjerimin në vende tjera, për shkak se ka pasur interesim prej kur është hapur si prej Tetove, si prej Gostivarit, si prej çdo qyteti tjetër. A mund të rritet më shumë kultura në vendin tonë tek fëmijët në lidhje me aktivitetet e shumta? Po, besoj që po, për shkak se tani ka nevojë më shumë se asnjëherë më parë. Do lidhemi pak edhe te pjesa tjetër, se nuk është vetëm për fëmijë, dëgjova pak para emisionit se edhe CrossFit, nëse nuk jam gabim, për të mëdhenj. Cilat janë plan programet pikërisht, në çfarë kohe mund të vinë, cilat ditë janë të hapura, apo nuk keni orare, mund të vizitojnë qendrën tuaj kur do?
është e hapur prej të hënës deri të shtunës. Do të thotë ka termina të ndryshëm ku ka treninga më intensiv, është treningu i ditës dhe në fund të ditës ka treninge boks ose kickboks. CrossFit është unë kam dëgjuar që është shumë kogja e vështirë. Po, për shkak se është trening më intensiv dhe si të them janë shumë sporte të inkuadruara në një sport. A e bëjmë femrat këtë puna, po është vetëm për... Po, pa tjetër, e bëjnë edhe femrat. Bile në Europë edhe në Amerikë bëjnë edhe, shkojnë edhe në përgara. Në përgara. Shpresojmë se edhe te ne do dalin femra dhe zonjat e cilat normalisht do e ashtu. Ka interesim për të mëdhenj mjaftueshëm? Po ka, edhe pse tek ne crossfiti është një kulturë e re. Për shkak se nuk është shumë... Me pa ditur, do të nuk janë të informu. Sepse shumica tek ne janë të drejtuar fitnessit, ose bodybuilding, po. Po, nuk janë shumë të njoftuar ose të interesuar për CrossFit. Do shta duhet të vedjesojmë pak më shumë edhe pastaj normalisht do ju linë dëshira. A mund të ma bësh shumë shkurt një dallim mes fitnessit dhe bodybuilding? Fitnessit edhe bodybuilding. Bodybuilding është më shumë, si të them, të ndërtosh muskull. Masën muskulore, okej? Po, kurse fitnessi është të dokesh fit. Okej, atëherë, unë pas kam nevoj për fitness. Cila është eksperienca ma e bukur që ke pas deri tani me ndonjë fëmijë, pasi që më tregove që edhe individualisht ke punuar edhe me fëmijë të tjerë, ke pas orë edhe individuale. Fëmijët janë ata më të padjallëzueshmi, të cilët çdo emocion e rrëfejnë, e tregojnë nëpërmjet gestikulacioneve të fytyrës, ata jo rastisht thonë se emocionet e fëmijës nuk gënjejnë dhe nëse të do një fëmijë njeri i mirë, më thuaj se cilat janë emocionet që fëmijët i lejnë pasi që të mbaron një orë, a ndodhë që ata nuk dojnë të mbarojnë ora, dojnë që ende të vazhdojnë, janë ashtë të pasionuar? Po, si që tash më kanë shumë të punoj me fëmijë dhe kam pas eksperiencat ndryshme që deri tani të gjitha kanë qenë eksperiencat mira për mua. Kam pasur fëmijë që kam pasur probleme me shtimin në peshë dhe kam pas probleme me mushkrit. Po ja kam arrit që të shtojmë në peshë dhe për mua është vlen ajo kur një prind gëzohet se për punën që e kam bërë për fëmijën e vet. Kam pas edhe fëmijë që i kam ushtruar edhe boks e kickboks dhe kanë avancuar në teknikat e tyre. Dhe kanë vazhduar, pa dyshim të meren me atë sportësisht. Dhe vazhdojnë ende. Shpresojmë. Si është të ardhmen e fëmijëve që rriten shëndetshëm dhe kanë aktivitete fizike? Janë fëmijë më të disiplinuar, më të kujdesshëm në veprat e tyre, janë larg vejseve të këqija. Do më thënë sportit ndihmon edhe të largohesh nga rrugët e këqija. Definitivisht. Kur je normalisht principiell, ajo të ndihmon shumë në çdo sferë të jetës. Dua një mesazh për të gjithë ata që po na shohin se sa duhet të investojmë në trupin tonë, në shëndetin dhe energjinë e fëmijëve. Parimisht. Po, besoj që secili prind duhet të investon në fëmijën e vet për shkak qëllimi i secilit prind është që ta sheh fëmijën e vet. Sa më mirë po. Dhe kjo besoj që çfarëdo lloj aktiviteti fizik nuk është harxhim për fëmijën e vet, por është investim. Fiks. Që në të ardhmen ta bëj krenar edhe veten edhe prindin. Fiks. Artan, unë të faleminderit shumë që ishe pjesë e emisionit tonë. Ne shpresojmë që ekipi juaj të zgjerohet sa më shumë, të keni sa më shumë fëmijë, edhe pse e dim se kur është për të mirën e fëmijëve, mirë e edhe vetë, prindërit nuk hezitojnë dhe nuk e mendojnë fare, sepse ata janë ardhmëria ynë dhe normalisht punohet, veprohet vetëm për të mirën e tyre. Ju urojmë shumë suksese sidomos për iniciativën, për nismën, për atë faktin që keni mendu për më të vegjëlit, nuk e keni pak të si interes personal, po keni dash që ndoshta në të ardhmen t'u alini edhe pasardhësit tanë dhe shpresojmë që bisedën e radhës më veç se do jeni në shumë qytete dhe normalisht do flasim për tema tjera. Faleminderit. Faleminderit edhe juve për ftesën dhe për mundësinë që ma dha që ta shpalos programin e Fit Start. Patjetër që po.